Ndaj gjithë atyre demokratëve që janë hutuar me drejt nga kjo situatë, e që një pjesë e madhe e kanë gjetur rrugën, shpresoj që një pjesë tjetër do ta gjenë rrugën deri me datë 11, është ta kuptojnë se shpresa e vërtet e demokratëve është koalicioni euroatlantik. Në listën tonë janë drejtuesit e demokratëve ndër vite që kanë sakrifikuar gjithçka. Janë zëdhënësit më të fuqishëm të kauzave të Partisë Demokratike. Tek njëshi është Ilir Meta, është Elvis Roshi, është ky Shullazi, Plum Shullazi, deputeti i Fatosdanos dhe kandidati për kryetar bashkie i Edi Ramës. Pra janë simbolet e korrupsionit dhe të krimit të lidhura drejt për drejt me Edi Ramën. Keq më vjen, po njëshi sot nuk përfaqëson as sakrificën dhe as shpresën e demokratëve. Ndaj shohim një mbështetje të jashtëzakonshme dhe në rritje tek gjithë ata që e kuptojnë që realisht partia e vërtet demokratike është koalicioni euroatlantik këto zgjedhje, është numri 4, njëshi është Ilir Meta, është Vis Roshi dhe askush nuk mund bindet të dalësh t'i thua shqiptarëve që unë do ta largoj Edi Ramën e do luftoj krimin me Vis Roshin e korrupsionin me Ilir Metën. Zoti Basha, ka dhe një element të rëndësishëm që ndoshta duke marrë parasysh edhe datën në cilën gjendemi, ndoshta nuk është e udhës për ta biseduar sot, por patjetër që ka ende kohë për të kuptuar diferencat, apo jo. Kështu që pse deri në këto momente, më konkretisht deri përpara fushatës, ju zgjodhët që të ishit vetëm, po e quaj kështu politikisht, pra të mos bënit ndonjë bashkëpunim, le ta quajmë kështu, me ndonjë prej forcave të tjera që e konsiderojnë veten e tyre dhe ato të reja, dhe gjithashtu e konsiderojnë veten të ndershme dhe e konsiderojnë gjithashtu opozit, pra kundër zotit Rama. Për të gjitha këto forca ne kemi mbajtur derën e hapur për më shumë se 1 vit e gjysmë.